Gjykata ka lënë në burg dy të arrestuarit Nikola Agolli dhe David Prifti, të akuzuar si autor të dyshuar të plagosjes me armëzjarri pak ditë më parë të Brian Syzos. Seanca nisi në orën 11 dhe ka zgjatur 2 orë. Burime nga gjykata bëjnë me dije se gjatë seancës për masën e sigurisë, autori Nikola Agolli ka pranuar se ka qenë një konflikt çasti mes tij dhe Brian Syzos. Sipas dëshmisë së tij para tokave të zeza, ai është shprehur se është sulmuar nga Briani dhe ka qelluar ndaj tij për ta neutralizuar dhe që ai të ndalonte sulmin. Kisha mundësi ta dhe nuk e bëra, ka thënë autori. Sa i përket të arrestuarit tjetër David Prifti, ai ka deklaruar se nuk ka lidhje me ngjarjen dhe sipas dëshmisë së dhënë në seancë, Davidi është shprehur se nuk ka gisht në këtë ngjarje. Makinën e tij ja ka dhënë Nikolos dhe ka ikur me makinën e të fejuarës për në plazh. Ndër të tjera, Prifti ka thënë se ka kamera sigurie në vendet ku ka qenë, që vërtetojnë që s'ka gisht në ngjarje. Në vijim pritet të verifikohen nga prokuroria kamerat e qytetit, ndërsa momentalisht nuk ka patur përgjigje nga ana e grupit hetimor lidhur me transkriptimin e filmimeve të kamerave të sekuestruara. Shkaki i ngjarjes dyshohet të jetë hakmarrja pasi vëllai i Syzos dyshohet se ka plagosur Nikolën vitin e kaluar.